Udhkryq që për quni ju, nështë është edhe diçka e mirë, që po fillojnë më nda, si e kam identifiku sot shapi prej sheqeri. Pra, virusi i etheve që ka fillu me dy partit politike, me LDK-n, unë po gjykoj edhe po konsideroj që edhe në këtë koalicionin, partnerin e koalicionit në PDK kujtoj edhe jam shumë i bindën që do t'i vërshoj virusi i etheve në kuptimin që do të ndohen ata që ishin një mend komandanta pa thojza edhe komandantat me thojza. Njashtu sigur se në LDK rrugovistat të cilët nemen të rrugovës thirrën edhe këta rrugovistat në thojza që në një farë mënyrë e kanë materializu individualisht edhe në grupin, në klane, benefitet e kësaj që na ata në vërtet po e quajnë apo në të paktën që po mendojnë që jem duke ndërtu shtet pavarën, demokraci të mirëfillt edhe po ndërtojmë shtetësorën. Gjithsesi, do të mrim të partitë politike një nga një, dhe gjitha do t'i analizojmë, do të flasim fillimisht ku është shtyqerja, ku mendoni a është problem social që po ndodhin tash këto sana, apo është problem politik? Ku është shtyqerja, ku është... Problemi është njës, po duket që është problem politik, por unë kujtoj që reperkusionet do t'i ndjen edhe sfera ekonomike, edhe sfera sociale, edhe sfera kulturore. Pra jem në një gjendje, në një udhkryq, pra po këthejmë asaj që thatë jonë për mendimin tim, në një situatë kur duhet bërë këto kthesa, edhe të shkundemi prej iluzionit se po bojmë shtet, po ndërtojmë demokraci edhe kemi një shtet pavarën. Pra, kandelja në këtë drejtim në afron neve si opcion rindërtimin apo rikonfigurimin e gjitha këtyre faktorëve të cilët në farë mënyrë kanë ndiku në këtë krimin e këtij mashtrimit kolektiv se jem të pavarën, jem shtet. Në fakt, unë i them edhe studentëve, ne nuk duhet bijmë në kurthat të politikajve, të cilët me mediokritetet e tyre mundon me na bindë se jem duke ndërtuar shtet pavarën, demokraci edhe sovranitet. Të gjitha këto pra reflektojnë, edhe vendi ku reflektojnë mas mirë janë në sferën politike. Sfera politike pastaj i shpërndan si shkëndia në gjitha sferët, çka është krejt më absurde. Në këtë rirreshtim, do të thoja, problemet ekonomike janë të marginalizuara, kur kush nuk i përmend gjithë këtë papunësi enorme që e kemë, gjithë këtë varfëri megalomane që asnjë vend, asnjë shtet për mendimin tim nuk do të mund t'i përballonte mbi 50%, dikush thotë edhe mbi 60%, ani pse organizatat ndërkombëtare thojnë 30% që unë shumë kam dyshime se nuk është e vërtetë, ose për kategori tjera sociale, për shembull varfëria e skajshme është dikon 20-25, ndoshta edhe 30% të popullsisë brenda një dite ekzistojnë dhe mbijetojnë me €1. Kjo është një pakënaqësi. Mu si sociolog më intereson që është e mundën këta njerëz me gjithë këto reperkusione, me gjithë këto ballafaqime të përditshme, me këtë përditshmëri do të thoya mbijetuese, të mos mirën me problemet e veta ekzistenciale, por mirën ma shumë me problemet politike. A ka mundësi që ata shohin shpresën në politikë? Mund tjetë edhe kjo që po thu, por mund tjetë në kuptimin që politika ka rritë, apo politikajt e Kosovës kanë rritë shumë mirë t'i mashtrojnë, them thjesht qytetarët, por unë po kujtoj që edhe jam shumë i bindur në këtë, që është duke u krijuar një masë kritike cila është e vetëdijshme për mashtrimet, edhe fakti dhe akti që u pa me 17 shkurt, kur ke protesta ma madhështore për mendimin tim, ku qytetarët shprehen pakënaqësinë e vet, edhe sociale, natyrisht edhe politike, por une do të theja dhe do të shtoja edhe sociale, edhe ekonomike. Mirë po, opozita, në përmendimin tim, nuk arriti me artikulu këto dy dimenzione.
këto socialen edhe ekonomikën, po u kap me këtë sferën politike për demarkacion edhe për këtë, si e quajnë, zednice. Edhe unë kujtoj që kjo është e pamjaftueshme për me mobilizu, për me bon një lloj rikonfigurimi social, politik, ekonomik, ma thjesht me thonë, për me e pru në pikën kritiket një lloj katarsisi, edhe qytetarët me qenë ata të cilët i artikulojnë interesat e tyre, po jo politika, jo opozita, se opozita po shifet që... Duhet opozita ta ketë një plan pak ma afatgjatë përveç këtyne dy vizion që i jepin, për shembull ultimatumet që i jepin për të ardhur qeverinë ose për demarkacionin ose për asociacionin, çdo që tjetë, unë shoh që nuk ka një tjetër ma jetë gjatësin në këtë projekte, mungon kjo të... Pa dëshëm, jam dakord që opozita nuk arriti me artikulu interesat kruciale të shoqërisë. Interesat kruciale të shoqërisë janë problemet ekonomike dhe problemet sociale, varfënia dhe papunësia. Gjithaj, vetëm pa përmendin një fakt. Për shembull në Kosovë, brenda çdo viti katapultohen në treg të punës dikon 30 deri në 35.000 njerëz. Para mendoje një superfuqi, për shembull, të ishte Gjermania, kishte me u shqetësu shumë ka po shkojnë dhe ka duhet me i çu këta njerëz. Ndërkëse këtu të kem tek një absurd lloj vetë që askush nuk kujdeset se ka duhet shkojnë apo të paktën të krijoj kondita politika zhvillimore se ka duhet të shkojnë këta njerëz. Vetmja derë që i ka met qytetarëve është azili politik. Edhe ne jem dëshmitar, në vitin e kaluam shkuan mbi 150.000 njerëz kur ishte e masa kritike. Shkuan edhe prapë po shkojnë me lloj arsyetimesh, domethënë që i përdorim për të larguar nga... Dhe të nisim prej partisë më të madhe, apo mendoni që ka një krizë ose që ka ethen në PDK lidhur me largimin e Hashim Thati, i cili tashmë është president i vendit, a jeni dakord me zgjedhjen e presidentit në atë mënyrë që është zgjedh, edhe çka mendoni si do të shkojë, a do të ketë përçarje në PDK pas largimit të Hashim Thati? Shiko, këto, unë si sociolog mu më interesojnë fenomenet, pak më interesojnë emnat, megjithëse emnat janë bardhë dhe artikulues tyre tendenca, të them kushtimisht. Ne e pom si u zgjedh presidenti. Dhe për mendimin tim, unë e kam bërë dhe një shkrim tash do të dalë në këtë revistën në mbarë kombëtare Shenja, aty kam dhënë opinionet e mia dhe në fundit kam thonë më mirë një president konsensual, ashtu që është e parapam me kushtetut, se sa një president i zarfit. Për shkak se ka shumë e përsi, por një studim që kam bërë me studentë, se unë jam edhe kryetari i shoqatës sociologëve të Kosovës, publiku, qytetaria kosovare më me ondje është e prirur që të zgjedh një president me vot drejt për drejt. Por demokracia jonë është demokraci parlamentare dhe me kushtetut është e parapam që presidenti zgjidhet prej këtyre marrëveshjeve, po unë nuk po i quaj marrëveshje, po këto janë lloje pazaresh, grupeve të klaneve, se dhe partitë politike i kanë monopolizu grupet e ndryshme, klanet e ndryshme, mos me thonë grupet mafioze, se ka edhe këso elemente në gjitha partitë politike. Pra, fakti që ekzistojnë këto dobësi në këto parti politike dhe akoma nuk kanë asë përcaktim ideologjik, nuk mundesh me dallu kush është i majt, kush është i djathtë. Pas lufte kem LDK-ja që është munduar me mbajt një farë koherence, se jem parti djathtiste, kur të shikosh veprimet e saj, në jetën praktike politike del krejt veprimet që janë në kundërshtim me principet dhe parimet që janë në statut të kësaj partije politike. Tashti, ne është zgjedh presidenti, si është zgjedh në tym, në situatën, në gjendje që jem dëshmitar të gjithë, edhe kem situata të tretë është që kriza në LDK unë mendoj që do të pash në horizont. Kemi një gjuhë pak më të shpërsuar prej është vërtet. Edhe kjo është
këto janë ato ethet që unë kom dashur me 2-3 fjalim me i ka ethet e LDK-s. LDK-ja për mendimin tim i ka 3 faza emancipuese. Faza e parë ishte faza e ekspansionit, kur njerëz në vitet 90 masovikisht ra komunizmi edhe prej i hodhën librezat e Partisë Komuniste dhe veçëndron adresën, kalon LDK. Domethënë nuk u bën një farë seleksionimi se kush është ka është, por ideja ishte i koncepti i homogenitetit që ndodhte në krejt Ballkanin perëndimor. Tu fillu prej Kroacisë, Slovenisë, Serbisë e kështu me radhë, edhe neve shqiptarëve të Kosovës në një farë mënyre na preku ky virusi i homogenitetit dhe asaj megalomanisë se do të bëjmë ra komunizmit, tash do të bëjmë shtetin e kështu me radhë. Faza e dytë është e faza e konsolidimit ku rrugoja ishte një pres i pakontestueshëm, një pres karizmatik, edhe çka është më interesant, kjo fazë mund të identifikohet me gjuhën sociologjike si fazë emancipuese një shoqërie anomike ku nuk funksionojnë ligjet apo të paktën paraqiten ligjet e sistemit të ish regjimit të Serbisë, edhe funksionimi me një solidaritet pa parë ndonjëherë. Unë kam shkruar edhe 2 libra për këtë periudhë, cilat i kam promovuar në Shqipëri edhe mjaft mirë janë prit atje prej opinionit tyre në Universitetin Evropian të Tiranës. Pra, edhe periudha tash, periudha e tretë, kur akoma elita apo të themi grupimi aktual politik i LDK-s, mos me thonë kryesia aktuale, se njëjta është prej vitit 90, ka ndej pak me ndryshime aty këtu. Për mua ka vu një lloj monopoli që mund të kthehet si bumerang kuptimin që u pa edhe në përzgjedhjen e presidentit, ku 5 antar të kryesisë apo të Këshillit Qendror të LDK-s nuk e dhanë votën e nuk e pëlqyen për shkaqe të ndryshme. Po. Tash kemi një situatë për mendimin tim 3, ku LDK-n e presin që të ethet e treta dhe por unë mendoj që ky virusi i etheve i ka infektu edhe Partinë Demokratike. Tash kemi një situatë 3 me një kryetar 3 i cili pak a shumë dihet kush do të jetë, edhe LDK-ja me një kryetar që është shumë i kontestuar, anipse është zgjedhur përmes votave statutit që është para po, por kemi në publik për shkak se dikush apo kemi diversitet mes njerëzve të LDK-s. Për shkak se votat e LDK-s shkuan si pasojë e u therrën në Rogovën, edhe u therrën në qëndrimin anti-PDK apo anti-Thaq. Edhe i morën votat edhe LDK-ja faktikisht u rreshtu partia e dytë. Ndërkaq kur mbaroi procesi zgjedhor, atëherë ishte absurde edhe prej fillimit edhe unë e kam quajt si koalicioni panatyrshëm, edhe unë kujtoj që do të hakmirët në elektorat. E këtu janë ato ethet të cilat mund eventualisht paraqiten në zgjedhjet e reja. Dy partitë më të mëdha në vend, çfarë do bote normale kur bëjnë dy partitë më të mëdha në vend koalicion është e panatyrshme, besoj unë kështu. Mirë po, LDK-ja si institucionalista, ashtu si e thrasin ata veten, nëse nuk do ta kishin përfill një marrëveshje që e kanë pas kur e kanë lidhur koalicionin, në këtë rast për president, a do të kishin qenë që ata të njëjtin institucionalistat të cilët ata gjithmonë thonë që janë institucionalista edhe janë gjithmonë shtetformues. Për ta ilustruar këtë, unë po flas me fjalët e kryetarit aktual, kryeministrit tanishëm të Kosovës, Zoti Disa Mustafa, i cili ka thonë me vesh të mia edhe është në YouTube, ku doni mund ta gjeni e ka zbuluar një fakt, një qëllim morbid për mendimin tim, kur ishte puna me hinë në koalicion, me formuar qeverinë. Faktikisht, këta thuhet që janë institucionalista, në fakt janë grupe, mos them grupe mafioze, për në grupe klientiste, që kanë, se fakti që janë të njëjtit njerëz, njëjta garnitur, është e përhershme, kjo dëshmon që këta e kanë monopol, edhe nemën, votat i marrin në publik nemën të LDK-s, nemën të Ibrahim Rogovës, edhe nemën të asaj që janë kundër këtyre të PDK-s, pra kundër Thaqit. Ai moment ka kalu, si projekt edhe si ofertë, nuk mundet me dhezën në publik. To llogarit edhe elementin e tretë që vëdësimit qytetarëve
tash është shumë më i avancuar edhe mon nuk ai mashtrim mon nuk pënuj. Institucionalist, po. Nëse e mendojmë kështu, atëherë kur është shkel faktikisht ideja e rrugovizmit, kur ata kanë thënë, sepse rrugova na e dim nuk ka pas politika përjashtuese, kur ata kanë thënë nuk bëjmë koalicion me PDK-n edhe ASS, apo kur e kanë bë marrëveshjen edhe masanaj e kanë Shiko, po të kuptoj. Këto janë lojrat cilat i kanë bërë dhe fakti që janë bërë lojra bizantine, këtë them kushtimisht këtu, edhe po duket që ka këto elemente. Në fakt dëshmon që shumë më interesant ka qenë për këtë garnitur po shteti se sa shteti. Ani pse prononcimet e tyne i kemë përrujmë shtetin, jemi institucionin. Të jemë për Allah për fëmijë që në publik edhe në fakti që ka rezistencë edhe mbrenda LDK-s, i dini 5-6 deg kanë insistu edhe kanë vrejtjet, kanë sugjerime. Kjo për mua është fenomen i ri edhe është i mirë për demokratizimin e mbrendshëm. Në momentin kur rëmbullaksohet ky demokratizimi mbrendshëm, unë pres një tjetër valë të demokratizimit. Demokratizimi edhe i partive tjera, edhe i krejtë shoqërisë, edhe kështu shkojmë, edhe kështu mund të ndërtojmë ato që nuk e kemë, as demokracinë, as shtetin, as sovranitetin. Kemi polarizime në mes deputetëve brenda LDK-s, po ashtu kemi filluar në kohët fundit një pas edhe në PDK, po ashtu edhe opozita ka fillu ka pak me për shembull kemi Ilir Dedën i cili përfaqëson opozitën brenda në kuvend, kurse krejt opozita del jashtë ose përjashtohet, gazlocjell se tutje, a ka fillu një farë mendimi pak më i lirë, se nëse je brenda një subjektit politik nuk do të thotë që dush me qenë 100%. Po është edhe kjo që po thu, por unë një tjetër në këtë farë synimin e vetdijes qytetare e shoh tek publiku, te 17 shkurt, unë e kam pa me sy të mi. Dhe kam pa njerëz aty që, por problemi është te pozitë, se pozita i ka 1 milion vrejtje. Vrejtja me madhe është që ajo ka në qëtë 2 pika dhe ato nuk janë kauza. Ka probleme të cilat janë evidente dhe cilat do të mja shoqëru këty në 2 kauza, që po i thojnë kauza, që për mendimin tim janë ka shumë kontestuese dhe mund të kontestohen në shumë dimensione. Për shembull me u kap për problemet, më i madh është problemi i papunësisë dhe i varfërisë në Kosovë se sa problemi i demarkacionit. Kur kush nuk po thot, por hajde nëse shkojmë me një rangim. E para është papunësia, varfëria, zajednica, demarkacioni. Nëse e bëjmë një rangim. E jo të kapëm vetëm në ato 2 pika dhe problemi është që me këto 2 pika nuk mund ta lëvezsh masën, nuk mund ta krijosh atë masën kritike cila e konteston qeverisin e këtyre 2 elefantëve që po i quajnë. Duhet me pas besim, masa duhet me pas besim. Edhe duhet me ofertë, edhe fakti që nuk ka një ofertë në ofertë e të kapshme. Kjo dëshmon që megjithëse ka lëvizje në drejtim. Unë e pres edhe kujtoj që në të ardhmen gjeneratat e reja do të linë një lëvizje apo një parti politike qytetare e cila si për background ka interesat tipike qytetare që shi ka një qytetar në Angli, në Francë, në Gjermani, pra me qëtë vokacion mund të hynë një konkurencë, por akoma në horizont nuk po shoh tendencat tilla, njerëz tillë cilët e ndjekun këtë kurs, i cili do të hynë një konkurencë lojale me këto parti, për shkak se këto ethet që po them i kanë kaplu, apo do të vazhdojnë edhe më tej këto ethe, do të krijojnë rikonfigurime të reja, rrështime të reja, edhe LDK-ja nuk mund llogarit në gjitha ata njerëz që i ka mashtruar deri më tash, ose PDK-ja me kauzën e luftës. Edhe këta kanë vrejtje edhe PDK-ja. Për shkak se aty në emën të luftës janë bon 1 milion gabime, keqpërdorime, keqmenaxhime, ka vrejtje të lloj-llojshme dhe tash po dalin dobësit në udhëheqje komunale, njerëz burgosën. Pse është përshtu gjuha, prof? Pse është përshtu gjuha? Pse komandantat tash po flasin për njëri tjetrin? A ka të bëjnë këto gjykata speciale? Unë e shoh kështu këtë. Ka një shpërthim gjuhës për shkak se njerëzit kanë filluar me vro frikën. Frika nuk është tek qytetarët.
Nuk është as të ky diskursi i patësorve edhe diskursi i këtyre të luftës. Njerëzit, këto gjeneratat e reja, që unë i shuaj si gjenerat premtuese, janë gjenerat e internet. Ta nuk kanë ngarkesa dhe hipotekat kalurës, nuk kanë lidhas me rrugovizmin, veç kur i të rrugojnë prind, rrugohen e se nuk kanë qasje, apo të pakten nuk kanë njohuri. Edhe me këtë të luftës, mos harrojmë 17 vjet po kalim prej luftës. To është një 17 gjenerata të tëra kanë lind. Edhe kjo është mirë për këtë procesin e rikonfigurimit politik, ekonomik, social e kulturor të Kosovës. Por gjithë kjo periudhë faktikisht ka prodhu situata edhe ka prodhu afera, skandale nga më të ndryshmet. Edhe fakti që ka ndalë të në pa, në një farë mënyre janë kompromituese për këto dy diskurset që e kanë pushtitën, apo të pakten e kanë majtë mas shumëti në... Tash duhet vi, apo të pakten po shpresoj, apo logikisht do të duhet të dalë në pa një subjekt, pse jo dhe një lëvizje e re qytetare, e cila me këto pikat cilat ta i kanë marginalizu edhe me i fut. Të qëfar absurdi ki, që vetëm një element për përmenë në qëfë semleja. Për shambull, PDK-ja përmenë 200.000 vendet reja të punës. LDK-ja thot, në fëshot para zëdhore, ta thoi 120.000 vendet punës. Ku jenë ato 120.000 vendet? Ku jenë? Shiko, është një ndjen se elitat politike po mendojnë që populli po hanë barë. Une jam dëshmitar se ata e largë popullit. Une për çdo ditë jam në mesin e qytetarëve. Ky popull ani pse i ka këto farë stigmatizimesh banale, ti them kështu. Por ky e din edhe ka me vlerësu në momentin kur ka me ndërshku këta, edhe unë jem shumë i bindën që do të ndërshkohen me votën e tyre. Cila është thymja e radhës që të ti ndodhë Kosovës, prof? Që ka me nani, a ka me pasë... Shiko, une nuk shoh pajtim mes opozitës edhe, ani pse opozita tash duke që është në heshtje, edhe për lënë për shtypje që qeveria po mendon që e ka fitu një betej, e ka fitu një betej për luftën, unë jem shumë i bindën që do ta humbë. Edhe jam plotësisht dakord që të humbë lufta e këtyne dy dinosaurëve, edhe me përmen hiç se ka më problem LDK-s edhe PDK-s, edhe të rilindet, të kthjellohet qytetari i Kosovës edhe pastaj të di për kënd do të votoj. Mos harrojmë edhe një element, mbi 60% të popullsisë nuk kanë votuar. Ky është një fakt. Kjo është fakt, po. 38-40 sa kanë dalë. Është një fakt të cilin unë gjithmonë e përmendi pse opozita po synon me marrë votues e partive PDK-s ose të LDK-s, kur i kemi edhe 60% popullit që nuk del në zgjedhje. Pse ky 60% që nuk po bindet për opozitën me dalë me votu? Kjo pjesa është pjesa e fjetër. Edhe këta mundën me bënë ndryshime, por problemi nuk është ta, problemi është tek opozita. Opozita është e dopt në kuptimin që përveç që nuk e ka ofertën, edhe ka paragjykime. Unë i kam po me 17 shkurt. Njerëzit për shembull kur delte fliste njeri prej s'pja për me një emrin partive, i pa isha dhe me thonë i fishlënin, ose tjetëri subjekt. Dhe me thonë edhe opozita nuk është mobile dhe nuk është unifikuese, nuk e ka qartë, nuk për artikulon qartë që ka po dënë. Jenë kapën 2 pika dhe jenë metë. Unë e thash, mos ta përsërisë edhe njërë, pa e kapë këtë elementin e pabrazisë sociale, që është katastrofik. Ju lutem, vetëm një element. Si sociolog, për shembull, kam në këtë librin e fundit që kam bëtu, paradigma e tranzicionit shqiptar. Këtu e keni absurd që kënë botë nuk mund është me hasë. Kapitalizmi këtu po lind edhe po e krijojnë elitat politike. Ndërkaq, elitat politike, duke shfrytzu fuqinë politike, duke monopolizu pronën e shtetit përmes procesit të privatizimit që është aq problematik, mos përdori fjalë tjera, sa që
kjo është një keqpërdorim i atashme. Unë besoj për 20 vite të hershme do të dalin afera, skandale të lloj-llojshme se si është keqpërdor X fabrika, X, institucioni, prona e shtetit është shit, njëherë është pru në prag të bankrotit, edhe pastaj është shit për se thot për një kafshot goje. Edhe kanë hyrë në koncesion, edhe këto afera kanë me dalë, tash veç kanë fillu. E përmes me e banalizu krejt, për shembull, për shembull thojmë po sundon ligji. Më shpejt mund burgoset, për shembull një vjedhës e gomave që ka marrë një shembull, se sa për shembull një keqpërdorues që ka hyrë në koncesione me një kompani tjashtë mësë të mbrenshme për ta privatizuar një fabrikë. Po unë jam i bidën që ligji, si thuhet, vënën, por herdo kur do dalë e vërteta në shesh edhe Kosova do t'jetë një pjesë e një arkitekture tash me dalë pak rajonale, dhe kjo është problematike për shkak se qytetarët edhe trit dhe populli i Kosovës është i frustruar. Para mendoni, për shembull, unë bëj anketa me student, mbi 90% studentëve që kanë moshë 20, 22, 23, kur s'kan dalë jashtë Kosovës. Unë mbaj mend për shembull gjenerata ime në vit parë student unë kam udhëtu ka mos. Këtë është vend që tjetë kundërta, këta dalin ta shikojnë edhe çetitin në për Evropë, këta janë burgosën. Edhe faktikisht ne jemi të burgosën. Pse jemi burgosën? Për shkak se nuk ka politika largpomëse, nuk ka vizion. Jem nalën në problemet cilat janë grupore, klanore, edhe këto pastaj po prodhojnë. Po na vyn, po thirremi në emra të mëdhej, po thirremi në emra të kaluarës, penge historisë. Është e vërtetë. Kjo na ka pengu dhe i ka sjellë çito reperkusione. Unë besoj shumë, edhe jam shumë i bindur që tash tutje do të ketë ndryshime, do të ketë rikonfigurime të reja, edhe oferta të reja, kërkesa të reja, synime të reja, vizione të reja, cilat duhet patjetër. Edhe një pyetje kam lidhur me gjykatën speciale, e cila është sfida e radhës e besoj për Kosovën, a do të ketë ndryshime në aspektin social, a do të kemi ndryshime në ato që edhe çka duhet me ushmang, çka duhet me pas kujdes që mos me të peng të kaluarës edhe të emrave të cilët e kanë përcjell Kosovën ditë. Gjykata kushtet, kjo speciale për mendimin tim do të ndihmoj që të farë rrugtimin ka katarsisi. Por ky katarsisi është thik me dy te. Unë e që frigona mas shumë të është që ke revolta, paknatësia qytetare mos po shkon drejtim gabuam edhe po kem pasojë. Me thonë ma thjesht, mësë me ra kolla fare, do një luft qytetare. Ne kemë shumë shembuj, shumë vende, shumë shtete që kanë kalu edhe këtë procesin e katarsisit, procesin e rikonfigurimit të ri politik, ekonomik, sociale, kulturore, kështë më radhë. Nuk e kanë bo pa viktima. Kjo është frika ime që se një jetë e njeriu të është më rëndësishme se çdo gjë mbi tokë. Pra, shpëtimi një jetë është sigur me shpëtu krejt njerëzimin. Po dhe vrasja, mbytja një njeriu mëzallah, një viktime është sigur me vrar krejt qytetarinë e Kosovës. Pra këto është rreziku që mund të ndodhin këto, për shkak se këto procese janë të ndikuar edhe prej proceseve globale, prej perspektives që kanë vendet edhe shtetet. Ju jeni dëshmitar, edhe ne jemi dëshmitar, për shembull, kohët të fundit po vuhen në dilema të mëdha edhe ky proces i integrimit evropian. Ka shumë dilema sa do të shkojë projekti deri në fund. Ka gjithashtu edhe skeptik të cilët mendojnë që kjo kur s'ka më bë. Edhe këto automatikisht këto procese globale reflektohen në rajon, edhe tek ne në brendësi këto, dhe këto mund të prodhojnë situatat cilat dhe me thonë janë të pakanshme. Dërka që ke puna që përmend ju për gjykatën speciale, këto unë akoma nuk e kam qartë, por e di që kjo është e shëndetshme për mendimin tim, për shkak se pendon, ose të pakten po shpresojmë që të ndoj shapin prej sheqeri. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e Katrorit sot. Lutem. Miqtë e mirë, rrinim me First Channel.